daç filmoj, daç mos e filmo. Po mirë, mos daç zgjidhet, të lutem. Po jo më do mësosh ti mua se si kam, jo më shpëtarja. Ne kemi ardhur. Të lutem, jo ta bëj që në fillim. Nuk më intereson fare. Jeni piranjat, jeni kush jeni, vini nga vini. Ky zotri është Dimitër Papa, inxhinieri konstruktori Durrës Marina, mega skandali të ditëve të fundit që ka marrë vëmendjen e autoriteteve shtetërore pas investigimit ton. Por përpara se të shkojmë te zoti Papa, i cili duhet thënë që na priti në mënyrën më agresive të mundshme, le t'ju rikujtojmë se çfarë ka ndodhur gjatë dhe pas punës ton disa mujore. Aktualisht që flasim janë 74 cm ulje. U desh kjo fjali e vetme, e artikuluar nga një nën kontraktori Durrës Marina, që të ndryshonte tërësisht këndvështrimin e shqiptarëve ndaj këtij projekti të shumë trumbetuar. Pasi problemi, asaj firma u rimblot, edhe janë duke bërë gjithë zonën me blinda me pilota, se e kuptuam që ai terren nuk mban, apo janë duke punu ditë natë. Firma e Mazaj, inxhinieri Zbatus, ka thënë që nuk firmos, se e di mirë ai që është punë ngecme. Nuk firmos atë kolaudimin që duan bëjnë ta me lloj përforcimesh blindash. Nuk e marr përsipër që do ta maj kështu, sepse thonë duhen shem fare ato. Mirë, po këta tash që ta shejme në shkollë madhe, a kupton çfarë halli është? Sa ato vetë s'po din çfarë bëjnë më tash, kurse të tjerë po procedojnë siç duhet. Kanë bën blinda, kanë fortifikuar gjithë zonën. Deri tani që flasim, inxhinieri thotë 74 cm ulje dhe nuk firmos letra. Menjëherë pasi publikuam rastin, do të ishte Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, i cili do të vijej në lëvizje për të konfirmuar këtë të vërtetë që po mbahet e fshehur. Sipas komunikatës së këtij institucioni, njëri prej pallateve ka posuar ulje prej 28 cm, ndërsa tjetri 18 cm. Uljet ishin ato që ishin janë të përcaktuara. Mendoni që janë normale ato ulje apo janë ulje që nuk duhet të ndodhin? Ato janë ulje që ndodhin në procesin e ndërtimit. 28 cm. Dhe janë fenomene që ndodhin në ndërtim. E rëndësishme është të merren masa, sigurohet godina para se të merren kolidim. Mbarojnë gjithë proceset e duhura inxhinierike dhe të jepet garancia nga ata, të cilët e kanë përgjegjësi sipas ligjit ndërtimit për të thënë që ky objekt është i banueshëm ose jo. Në fakt, këto masa duhet të ishin marrë shumë kohë më parë, dhe jo tani kur skandali që u munduan ta fshehin plasi publikisht. Dhe për këtë fshehje të problemit, përgjegjëse kryesore është zonja Hajrullaj. Sidoqoftë, përpara se të shkojmë tek ajo, janë disa persona të tjerë, të cilët mund të na japin informacion mbi çfarë ka ndodhur. Edhe KMT-ja ka bërë një gabim. Ku? Ka ardhur në objekt, ka matur objekte dhe i ka matur ku i ka dash shefi atij. Ky person me të cilin po komunikojmë në telefon është Mirel Elmazaj, përfaqësues i kompanisë Elmazaj Construction, e cila ka ndërtuar 2 pallate që kanë posuar zhytje. Doja të diskutoja me ju lutem, në lidhje me skandalin e Durrës Marina, duke qenë se ju keni qenë një nga nënkontraktorët e punimeve. Pse quhen skandal? Se nuk e kuptoj, pse quhen skandal? Duke qenë se janë fundosur, janë zhytur? Kush të tha që janë zhytur? KMT-ja, punojnë si tuaj, nënkontraktorët, konstruktorët. Këto janë procedura normale të ndërtimit. Pse janë zhytur? Si janë zhytur? Domethënë, KMT-ja dhe keni kontrolluar në Shqipëri? ne po flasim për pallatet ku ju keni bërë punime në Durrës Marina, dhe ne kemi informacion që janë zhytur 18 dhe 21 cm zyrtare nga shteti dhe nga konstruktorët. Ato din ata, s'ka lidhje. Një herë kush tha që janë zhytur, pastaj e din ata. Në këtë aferë me mbi 3 miliard euro, çdo dështim ka kosto. Prandaj të gjithë mundohen t'ia faturojnë njëri tjetrit. Po ju nuk e dini që janë zhytur duke qenë se keni punuar atje. Patjetër që e di. Ku ka qenë problemi që janë zhytur pallatet? Asnjë problem nuk ka. Është normale? Është normale? Është normale sipas? Shumë normale. 18 dhe 28 cm? Janë shifra të dhëna gabim. E kupton, sepse juve bëni investigime pa pyetur kontraktorin, bëni investigime fshehur, pa pyetur njëri që është terren, pa pyetur një projektues. Sipas zotit Elmazaj, në investigimet tona duhet të njoftojmë njerëzit përpara dhe pasi të na japin okejn, të nisim punën. Problemi është se në një emision të tillë gjërat nuk funksionojnë kështu. Shteti i KMT-ja nga i gjeti këto shifra? Shteti i KMT-ja është shtytur nga juve, sepse juve bëni presion edhe vin kot për t'ju mbyllur gojën juve dhe për t'ju mbyllur gojën publikut, vinë edhe japin deklarat kot. Nuk ka lidhje fare kjo. Ka 28 cm, nuk ekziston 28 cm. Ti mban përgjegjësi për këtë që po thua, sepse kjo është shumë e rëndë, është akuz shumë e rëndë. Edhe nuk është 18 cm. Aty është 18 cm. Tani, ta marrim vesh një herë mirë. Është apo nuk është 18 cm? Se u bëm lëmsh të gjithë. Nuk ta jap dot të përgjigje. Çdo gjë vjen nga projektuesi. Unë dua të di ju kur e morët vesh që po ndodhte ky problemi. Kush e monitoron? Supervizori? Po patjetër. E monitoron ne supervizori gjithë. E keni lajmëruar ju kompaninë që ka ndodhur kjo zhytje? Patjetër. E çfarë masash janë marrë? Jo, po nuk e di. E di kompania atë punë. Unë jam zbatoj projektin. Ato pilota duhet të ishin bërë me beton apo me çakëll? Të gjitha metodologjitë përdoren në ndërtim. Nga eksperienca juaj në një terren ranor sismik. Nga eksperienca ime, ato pilota që janë vendosur në Durrës janë më të mirat që funksionojnë për rastet e tërmeteve. Prandaj ato janë më të mirat e mundshme. Pastaj duheshin alternuar dhe pilota betoni, apo s'duheshin këtë e di projektuesi. Në fazën ndërtimore të gjitha objektet zhytet. Edhe KMT-ja ka bërë një gabim. Ku?
ka ardhur në objekt, ka matur objekte dhe i ka matur ku i ka dash shefi atia. Unë kam monitorimet e objektit, mund të kërkonte llogaritë nga ne. Si ka kërkuar? Po nuk i ka kërkuar pra. Nuk është 28 cm po them, është 18 cm. Për këtë jemi të qartë, edhe pse nga informacionet tona të besueshme janë rreth 20 cm më shumë. Po them që i ka matur gabim, edhe i KMT-ja i ka matur gabim. Ju çfarë po bëni momentalisht në ato objekt? Po punojmë. Po përforconi, po bëni ndonjë gjë? Masash? Jo, po bëjmë rifinitura të objektit, jemi drejt përfundimit. Nuk po zbatoj projektin 100%. Nuk kam devijuar as 1 centimetër nga leja e projektit, nuk kam devijuar as 1 centimetër nga specifikimet e projektit. Kaq është detyrimi im. Jo Mirelin, unë kontraktualisht e di që kam ndaluar të tash për juve. Keni nga Durrës Marina? Po, e kam të ndaluar t'ju jap informacion, edhe marr penalitet. Pra, Durrës Marina, përveç se ende nuk ka dalë me një reagim zyrtar për këto problem që cënon interesat e shqiptarëve, pas ka vendosur edhe të penalizoj këdoj që mund të zbardh të vërtetën e zhytjes të dy pallateve të saj. Duke qenë se Elmazaj insistoi shumë herë të drejtohemi te konstruktori, ne ndoqëm këshillën e tij. Si kaluat? Do t'i pa pasie, si dukesh? Unë jam Matilda, jam gazetare nga emisioni Piranja. Po? Kam ardhur të pyes në lidhje me pallatet e Durrës Marina, të cilat janë zhytur. Po do më presësh pak se kam një zoom tani. Okej, t'ju pres këtu jashtë dera Po. sepse është shumë e rëndësishme. Po. Do më japësh një përgjigje për skandalin më të madh, diskutim. për si të keni qenë konstruktor apo jo? Po. Gjithçka okej, të paktën kështu dukej në fillim. Inxhinieri pranoi të fliste me ne, kështu që s'na mbeti gjë tjetër, veç se ta prisnim derisa ai të mbaronte programin e tij. Por teksa qëndrojmë në korridor, pas pak sekondash shfaqet bashkëshortja e tij. Bashk konstruktorja më saktë. Ju keni bërë gjithë projektin. Ca ulje të vogla, Ule shumë të mëdha dhe të me probleme, e thotë institucionet shtetërore këtë pjesë. pavarësisht uljet janë Nuk janë normale. konsiderueshme. Tani janë të vogla apo të sërishme? Çfarë përgjegjësi e mbani ju lidhur me këtë, duke qenë se keni projektuar, keni qenë konstruktorët? Pa diskutim, çdo gjë që bëjmë është me përgjegjësi, me deklarat përgjegjësi dhe mbajmë deri në fund pa diskutim. Keni qenë okay ju me punën tuaj? Pa diskutim që po. E di çka kam bërë, si e kam modeluar, si e kam llogaritur, si është bërë objekti. Po pse kemi ardhur në këtë situatë? Faktorët janë pafund. Pse kemi ardhur në këtë situatë? Ndodhin. Ka çështje zbatimi, janë shumë gjëra ndaj. Kush nuk e ka zbatuar si duhet projektin tuaj? Edhe unë nëse ju a them ju, mundet mos i kuptoni. Po jo, mund ta sqaroni dhe pastaj mbetet në përgjegjësinë tonë kuptojmë apo jo. Them se nuk jam gati. Gjetë shumë pa përgatitur sapo erdha në zy. Diçka tërësisht normale kur bëhet fjalë për sqarimin e një projekti dhe problemeve që ka shkaktuar. Okej, faleminderit, po e presim këtu. Faleminderit. Por, ndërsa presim, Po zoti Papa, faleminderit shumë. Mund të faleminderit. Jo, mund të futemi që të bëjmë Ja. jetë? Nuk mund të Është futemi. bërë shumë private. Dakor, ty e dini patjetër. Dgjoj çikani, edhe një sekond, dash filmoj, dash mos e filmo. Po mirë, mos Dash qoftë, zgjidhet, kemi të ardhur lutem. në mënyrë shumë Po jo qytetare. më do mësosh ti mua se si kam, Jo, unë po çfarë shpetarja. provohesh? Ne kemi Të ardhur lutem, për jo projektet ta bëj tona. që në fillim, parathënien. Po. Nuk më intereson fare, jeni piranja, jeni kush jeni, vini nga vini. Dakor? Po pse na Se ju ndërtojnë mos ju kur ne duket, pyet- sepse hyre këtu në një mënyrë pompoze, bam, hyrë të shtëpia ime në Atëherë. pompoze, të lutem. Atëherë, si kaluat? Do t'i pa pasie, si dukesh? Unë jam Matilda, jam gazetare nga emisioni Piranja. Po? Erdha, ju përshëndeta, ju Po ta jeni vini të dera pala. dhe ju Ishte hapur dera, ishte hapur për punën time, jo për punën tënde. Dakor, to nuk e dija. Dera Atëherë ishte mund të- hapur. mund të prisni këdo. Atëherë, që mbetemi të thellë Të të lutem që ta diskutimit. mbaroj unë. pas këtij debati të parë, në të cilin tonet u ngritën pa shkak, inxhinieri duke tepër i motivuar për të shkaktuar një përplasje të panevojshme. Ndaj vijon bisedën me zë të lartë dhe tentativa për të na stepur. Urdhro, bëni pyetjet shpejt e shpejt se unë nuk kam kohë, jam shumë i zënë, jam shumë i ngarkuar. E kuptoj. Nëse ju duket se jeni të gjithë pushtetshëm juve si piranja, hyni kudo, ndiqni kudo, Nuk me e mua nuk funksionon kjo punë. Kjo retorik nuk Tani qëndron me vazhdo. ne. Kjo retorik nuk qëndron me ne, Shko, gjithsesi që nuk ka problem ju qytetare e Filmohet ka dorën të e gjithë në përshëndeta. nxirre në televizor, te BBC-a, te po, CNN-i, te presidenti i Republikës, Dakor. dakor? Vazhdojmë të mos e kuptojmë humbjen e qetësisë së inxhinierit në këto momente. Sidomos kur është personi që duhet të sqarojë pse po zhyten pallatet. Atëherë për të diskutuar. Ku ka qenë Sa pyetje ke gjithë për të bërë një problemi? sekond, se ti 20 mbase pyetje. 20 pyetje. Atëherë, unë kam dy pyetje kryesore. Gjithë, dy pyetje, se nuk kam kohë, të merr me ty. Patjetër. Ku ka qenë gjithë problemi që ka çeduar gjithë situata dhe jemi përballë këtij skandali ku pallatet janë zhytur? Te ju duke qenë se një konstruktor. Në cilësinë e kujt vini që më pyesni? Unë jam Matilda, vi në bazë Po nuk të pyes fare drejtës problemi, se për s'mi intereson inform- fare emri, jo te ke Atëherë, Matilda, e shiko, ke si e ke. Unë e kuptoj Ju që jeni ti piranja. e kuptoj që Fare, ti je fare, në fare. faj edhe nuk Ti ke e të mund në faj? përgjigjesh dhe po mund Para të teje? devijosh gjën, Para teje në patjetër faj, përballë meje, përballë qytetarëve për gjithë gabimin që keni bërë dhe jeni vetëdijshëm duke qenë sa gravore në këtë mënyrë dhe nuk mbani Jo, jo, jo. një qytetar dhe Unë agravoj sepse ju ju si me ekspert e pirata konstruktor. keni stil. Është normale të ndodhte kjo gjë kjo zhytur? Është më se normale. 18 Pasi, se ai do më lësh të flas apo do flasësh vetë. Se ju gazetarët ju duket se jeni dhe mjek, ju duket se jeni dhe inxhiniera,
Ju duket se jeni dhe jurista. Në fakt, ne gazetarët nuk jemi as mjek, as inxhinier e as jurist, por ju sigurojmë që për çdo investigim që realizojmë, konsultohemi me specialistët më të mirë të fushave përkatëse, me qëllim që të raportojmë çdo gjë me saktësinë më të madhe. Rini te gazetaria se jeni mirë, deri aty. Qesh po deshe, s'ka gjë, s'të pengon njëri me qesh. Të përqendrohemi tek problemi më mirë. Objektet tona që janë A02, A04 dhe ju i dini shumë mirë. Dhe kënjeshtra e madhe që ju thatë që janë ullur me 75 cm, dhe që kjo të vej në gjykat. Patjetër. Nuk është ullje 75 cm. Nuk është ullje. Nga nën kontraktorët. Mirë, merruni me nën kontraktorët. Nuk është ullje 75 cm, por dy themelet janë në disnivele të ndryshme, është e tillë struktura dhe parkimi ka një rampë të brendshme që komunikon dhe është bërë e tillë që në kohën e marrjes së lejes. Të dyja pllakat janë 75 cm diferencë, që në marrjen e lejes juve mund të verifikoni informacionin. IKMT-ja ka verifikuar dhe ka thënë që zhytet e pallatet kanë pësuar në 18 dhe 28 cm. Jo, uljet janë 18 cm. Jo 28? Jo 28, absolutisht. Okej. Dhe ulja maksimale me minimale varion diku tek, pra ulja diferenciale varion diku te 5 cm. E kuptoj, domethënë kundërshtoni versionin zyrtar të IKMT, si institucioni shtetëror. Të bëj një pyetje unë, që IKMT-ja të gjejë se sa është ulur, a duhet të ketë matjen 0? Por objekti ishte i pauni? Nuk e ka marrë nga ju? Si e ka bërë najra IKMT-ja këtë gjë? Atë e din ata. Nëse është kështu, ndoshta është më mirë që bashkë me ne të hedhë në gjyq edhe IKMT-n. E kuptoj, ja lini përgjegjësinë Të atyre. pyesja IKMT. E kuptoj. Ulja Ju janë duket 18 normale? cm. Si ekspert, ju duket normale 18 cm të zhyten këto pallate? Në një terren rajnor sismik? Atëre. The do bësh vetëm 2 pyetje. Ke bërë 4 deri tani Do dhe të ke bëj sa pyetje duan për informimin qytetar. Atëherë, ju duket normale këto? Sa pyetje ke akoma? Ju duket normale këto? Po pyetje sa pyetje Shiko, ka. kjo ironi nuk qëndron këtu sepse është një problem shumë i madh. Nëse ju doni ta devijoni Se juve ju keni problem shumë i madh. nëse doni ta devijoni problemi i diskutimin, kompanisë që ka bërë ku është problemi? 4 gropa. Atëre problemi te kompania është që objektet tona A02, A04 kanë patur vetëm një kapull në tokë. Ndërkohë që kur u bë themeli i objekteve tona, u hapën gropa në të majt, në të djathtë, nga përpara dhe nga mbrapa. Gropa më të thella se sa gropa e objektit tonë. Nga këto gropa është hequr ujë, është hequr rërë sepse duhet të punohej. Kjo ka shkaktuar sufozion. Është larguar materiali nga themeli im dhe ka shkuar te gropat që ishin më të ulta. Kjo ka shkaktuar një ulje më të madhe se sa ulja e parashikuar me projekt. Që Sa ishte parashikuar? Ka qenë 5 deri në 10 cm. Dhe ka vajtur 18. Ja ku e mësuam në fund. Faji për zhytjen e objekteve është e gropat e komshinëve. Përveç kësaj, të gjitha gropat fqinje kanë patur pilota si ato tonat, pilota çakulli me vibrim, që janë bërë me vibro. Me çakull duheshin këto pilota? Pilotat janë dashur me beton, por neve na ka detyruar vetë kompania, kanë ardhur ekspert nga Dubai dhe na kanë thënë do t'i hiqni pilotat e betonit dhe do bëni pilota çakulli. Për të minimizuar kostot, për të parë, për të minimizuar kostot. Me dashje ose jo, konstruktori i projektit Durrës Marina sapo na tha një të vërtet që tregon mungesën e cilësisë së punimeve të këtij projekti që u shit shqiptarëve, si një Dubai në mes të Durrësit. Kemi bërë debate teknike, dakord, jo si juve me grushta, se ju hani dhe grushta ndonjëherë kur vjen për kështu papritur. Shiko. Të lutem. Është një ofendim i punës tonë dhe realisht unë mendoj se duhet jeni më qytetar. Mënyra se si hyre te studio ime, me atë pompozitet. Edhe në zyrën tënde nuk do kishte hyrë ashtu. Po, patjetër, ju mirë presim atëherë, po. Bëhet një debat me kompaninë. Bëm debat teknik me teknicianët e kompanisë. Dhe çfarë thonë? Dhe ata me që kishin eksperiencën e tyre në Dubai me pilota çakulli dhe në terrenet e ngjashme, thanë jo, të bëni pilota çakulli. Ne i llogaritëm pilotat e çakullit. E pranuat? Ata i kontrolluan Pas debatit? pas debatit patjetër. Po pse e pranuan duke qenë se është problem kjo gjë? E pranuan ata sepse ata kishin eksperiencën e tyre. Ju besuat eksperiencën atyre. Nuk besuam eksperiencën e tyre, po është një metodologji dhe kjo. Inxhinieri zgjedh këtë doj. Po nëse do ishte një metodologji normale nuk do ishin para kësaj situate apo jo? Si mendoni ju si ekspert me eksperiencë? Unë ta thash mirë tani, po ti vazhdoni dhe më duket se Po, do të dalë aty ku do ti, po nuk Patjetër që jo. Patjetër që jo. Sipas inxhinierit, nuk është problem që pallatet janë zhytur, e as fakti që qytetarët janë alarmuar. Problemi jemi ne gazetarët që bëjmë pyetje. Po e kuptoj ironinë tuaj dhe mënyrën arrogante për të ofenduar punën tonë, më vjen keq realisht. Asnjëherë se kam ofenduar punën tuaj. Duket nga përgjigjet. Ne nuk mund ta dinim vijshmërinë e punimeve, se kur do hapej gropa majtas, do hap gropa djathtas, do hap gropa nga mbrapa, do hap pishina nga përpara, të gjitha këto ishin më poshtë dhe objekti ynë ishte në piedestal. Rëra largohej, uji largohej dhe në këtë mënyrë neve na u krijua një sufozion. Kjo shkaktoi një ulje pak më të madhe se sa ulja e lejuar. Ulja e objektit nuk është problem, objekti as është shembur, as A rrezikon kjo gjë? Jo, absolutisht. Jetën e qytetarëve më vonë? Fare as. Nga tërmetet?
në asnjë mënyrë, fare, zero. Nuk e rrezikon. Jo. Kështu kishin deklaruar edhe ndërtuesit dhe inxhinierët e pallateve në Durrës përpara vitit 2019, por fatkesisht rezultati i punës së tyre në disa raste ishte fatal. Ju, çfarë garancie mund të jepni nëse e kërkohet nga shteti duke qenë se keni qenë konstruktor dhe këto pallate janë zhytur dhe është bërë kjo gjë? Unë jam gati të paraqes të gjitha llogaritjet inxhinierike, të cilat vërtetojnë garancinë e objektit. U bë një ulje pak më e madhe, nuk është një problem. Plasaritjet që kanë ndodhur te tullat kanë ardhur nga vibrimet gjatë nguljes së pilotave në objektet fqinje, dhe unë i kam me video të dokumentuara, dhe mund t'ju tregoj edhe një video. Faleminderit. Objekti është lëkundur dhe është tundur i gjithi. Ato janë mini tërmete. Të cilat sipas informacioneve të sigurta kanë shkaktuar plasaritjen e mureve, dëmtimin e vetratave dhe xhamave që kompania është detyruar t'i ndërrojë. Kanë sjellë ca plase, si kështam dhe unë, gjithandej ja ka dhe këtu pallati plasi që... Keni qenë ju duke bashkëpunuar me Durrës Marina për të minimizuar çdo kosto, çdo gjë dhe nuk keni ndjekur punën tuaj së Jo, absolutisht, nuk na kanë kërkuar asnjëherë të minimizojmë kostot. Na kanë kërkuar zgjidhje teknike të saktë dhe të qartë. Mirë, po procesi i shpejtë i ndërtimit dhe mënyra e ndërtimit, kur gropa jonë rrethua me gropa të tjera, shkaktoi një ulje pak më të madhe. 75 cm-shin ta bani ju përgjegjësinë. 20 cm-shin, 18 cm-shin e mban përgjegjësinë i komentojë institucioni zyrtar. Çfarë thoni për këtë? Nuk di. Nuk e di, kjo është përgjigja përfundimtare e inxhinierit konstruktor Dimitër Papa. Pas kësaj bisede, me tone shumë dashamirëse, ai më në fund doli te thelbi dhe pranoi se faji është e Durrës Marina. Sepse pilotat duheshin me beton, por me urdhër nga Dubai dhe për të eksperimentuar në metodologji u bën me çakull. Po përse u vendos kështu? Këtë përgjigje mund të na jap vetëm ajo. Nga t'ju pyesja, pse i keni mbajtur të fshehur skandalin e zhytjes së dy pallateve në Durrës Marina?